Jeni dashi në horoskop, ja tiparet më të mira dhe më negative që keni. Ky është muaj për të lindurit që kanë shenjën e dashit dhe astrologët kanë listuar të mira dhe anët negative të kësaj shenje. Teksti niset me frazën apo me moton që këta persona përdorin: unë jam duke vijuar me mantrën tuaj që është ngadalë. Por cilat janë tiparet më të mira të shenjës së dashit? Dashi është si përmarrës, i pavarur dhe krijues. Energjia e tyre është infektive dhe ata janë fëmijë në zemër dhe energjia e tyre pozitive emetohet kilometra larg. Tani, listojmë anët negative të kësaj shenje. Anët negative të dashit mund të përkthehen në egoizëm, padurim dhe temperament të shpejt. Ata kërkojnë shumë pavarësi dhe mund të bëhen nervoz nëse të tjerët përpiqen t'i kontrollojnë ato. Ata duan të jenë bosët e tyre, por kjo nuk do të thotë se ata gjithmonë mbajnë përgjegjësi. Karriera. Dashi është udhëheqësi lindur dhe priret jetë si përmarrësi i zodiakut. Ata shkëlqejnë në biznese, sport dhe mjekësi. Një paralajmërim. Ata janë më të mirë në fillimet e projekteve të reja se sa në zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Ndaj dashi është për ide. Punën duhet ta bëjë një shenjë tjetër. Tiparet sekrete që askush nuk i di. Stereotipi i një dashi është një personalitet i fortë, i pavarur, i tipi ta, por ata janë në fakt edhe një ndër shenjat më romantike të zodiakut. Prisni gjeste madhështore dhe shënime të pakuptimta dhe sigurisht shumë udhëtime, seks dhe aventura.